Cilat janë përfitimet shpirtërore që sjell Ramazani për besimtarët? Po, në rend të parë, kur e pranojmë agjërimin, duhet ta kuptojmë se agjërimi si adhurim nuk është qëllim. Nuk është qëllim. Nuk është qëllim, është mjet. Okay. Pra atë edhe Zoti thot shumë mirë në Kur'an, kur na flet për obligueshmërinë e Ramazanit, thot o ju që keni besuar. Drejtohet neve, o ju që keni besuar, u është bërë obligim agjërimi i muajit të Ramazanit ashtu sikur se ka qenë për popull që ishin para jush. Domethënë, agjërimi ka qenë obligim edhe para ardhes pejgamberit alayhis salam, para ardhes së Muhamedit alayhis salam. Çka thot Zoti i Madh në fund të ajetit? La'allakum tattakun. Por dijeni dhe të jeni të vëmendshëm se qëllimi i agjërimit nuk është vetëm për të abstenuar ushqimin edhe pijen. Nuk është qëllimi për të larguar nga pija dhe ushqimi, se këtë mund ta bën çdo kush. Por nëpërmjet largimit nga ushqimi dhe pija është që ju të jeni të devotshëm. E çfarë është devotshmëria? Devotshmëria është qëllimi final i agjërimit tonë. Çfarë është devotshmëria? Devotshmëria me fjalë të shkurta është me i posedu edhe me i zotru gjitha virtytet brillante që duhet t'i ketë shpirti njeriut. Sepse njeriu është një qenje dualiste, është e krijuar nga shpirti edhe materia. Faktikisht agjërimi si adhurim është një mjet që i mundson që njeriu ta ekuilibron jetën e tij.